18 nëntori i vitit 2024 u kthye në një ditëzie për shoqërinë shqiptare pas ngjarjes së rëndë të ndodhur pranë shkollës Fanoli në kryeqytet, ku humbi jetën 14 vjeçari Martin Cani. Dhe pas këtij krimi shokues, mes zemëratës kolektive nuk mund të mungonin edhe reagimet e politikës. Ishte ministre e arsimit Ogerta Manastirliu, e cila në fjalinë e parë në foltoren e kuvendit do të mundohej të hiqte çdo përgjegjësi, duke theksuar se ngjarja ndodhi jashtë shkollës. Sot jem thellësisht tronditur nga humbja tragjike e jetës së një 14 vjeçari jashtë ambienteve të shkollës Fanoli. Një deklaratë që në vend të marrjes së përgjegjësive për mungesën e sigurisë në shkolla dhe për dështimin e gjithë sistemit në edukimin e brezit të ri, ngjante më shumë hedhjen në një patate të nxehtë, me gjas në duart e policisë së shtetit. E ndërkohë, ministri të Brendshëm Ervin Hoxha ju deshëm plot 10 ditë për të reaguar, jo aq për çfarë kishte ndodhur sesa për të sulmuar mediat, asgjë tjetër për dështimin e idesë geniale të paraardhësit të tij Tauland Balla për perimetrin e sigurisë në shkolla, që siç rezultoi nuk ishte asgjë më shumë se propagandë, dhe i fundit për nga radha, por ama më i rëndësishmi, kryeministri Edi Rama. Si shpeshherë ishte ai që mori rolin e organeve të hetimit dhe drejtësisë, duke gjetur fajtorin dhe duke i dhënë dënimin e merituar. TikToku është rrugaçi i lagjes që ne kemi frikë që fëmia të shoqërohet me të kur del nga shtëpia. Dhe ne TikTokun do ta mbyllim plotësisht. Ky vendim tërësisht personal i kryeministrit Edi Rama për mbylljen e aplikacionit pasoi me VKM-n e datës 6 mars 2025, ku vendos ndërprerja e aksesit në platformën TikTok për një periudhë 12 mujore, afati lënë si kohë që aplikacioni të marrë masa e të vendos filtra kontrolli. Kujtojmë se ky vendim do të arreshtonte Shqipërinë krahas vendeve si Kina, India apo Somalia. Në VKM-n numër 151 krahas Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Brendshme, asaj të Drejtësisë, Infrastrukturës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, institucioni ngarkuar me përgjegjësi për këtë nismë ishte dhe Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Për popullin, urdhri ishte i thjeshtë. Njerëzit nuk do të mund të përdornin më aplikacionin TikTok në Shqipëri, por se si do të ndodhte kjo gjë, askush nuk ishte informacion. I pari që hodhi dritë mbi procedurën që do të ndiqej ishte eksperti i teknologjisë Besmir Semanaj, i cili sqaroi se i gjithë procesi për bllokimin e TikTok mbështetej në instalimin e pajisjeve Deep Packet Inspection në shpërndarësit e internetit në Shqipëri, duke ngritur alarmin mbi mundësinë e mbikëqyrjes së të dhënave në internet. Deri në këtë fazë si jemi me informacionin që kemi, po flasim vetëm për paligjshmëri virtuale, pasi vetë vendimi 151 nuk mund të jetë vetëm bazë ligjore për përdorimin e këtyre pajisjeve, të cilët specialistët i kanë shpjeguar në çfarë niveli mund të arrijnë. Por çfarë është DPI dhe pse është problematike? Ekspertët sqarojnë se DPI është një teknologji që i lejon autoritetet ose kompani të shohin brenda paketave të dhënave që qarkullojnë në rrjet përtej titujve të faqeve, duke zbuluar përmbajtje komunikimi, preference dhe sjellje online të përdoruesve. Diçka që kur e dëgjon për herë të parë krijon frikë dhe panik te çdo përdorues teknologjie. Ndaj nuk përbën habi fakti që më 15 maj 2019 Organizata për të Drejtat Digjitale Europiane së bashku me 45 OJF, akademik dhe kompani nga 15 vende i ka dërguar një letër të hapur politik bërësve europian, duke i paralajmëruar për përdorimin e përhapur dhe potencialisht në rritje të teknologjisë së inspektimit të thellë të paketave DPI nga ISP-t. Kërkesa e EDRI u paraqit në Bruksel dhe ishte e bazuar në dyshimet se ISP-t po instalojnë teknologjinë DPI për nevojat e tyre për menaxhimin e trafikut. Po kur këtë proces e kryen vetë shteti për censur? Disa ditë pas përhapjes së lajmit për përdorimin e këtyre pajisjeve, foli jo më shumë se 10 sekonda për Top Channel drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Igli Tafa, i cili u përpoq të qetësoj publikun, duke siguruar se nuk ka asnjë rrezik përgjimi. 100% e trafikut që qarkullon në Shqipëri është i enkriptuar. Kështu që protokollet e enkriptuara e bëjnë të pamundur shikimin e informacionit të cilit ka të bëjnë me atë që quhet informacioni sensitiv ose payloadi, se cilët tregon se kush po komunikon me kë, çfarë ka përmbajtja e mesazhit që u dërgoi me radhë. Një sqarim sipërfaqësor që jo të gjithë e kuptojnë. Jam Frardi nga emisioni Piranja, 2 pyetje për DPI-n. Mund na thoni vetëm në cilat ISP janë instaluar? Tek kompanitë e telefonisë celulare. One dhe Vodafone. A mban dikush përgjegjësinë që nëse kish përdorur këto dhëna? S'ka arsye. Sipas drejtuesit të kibernetikës nuk ka arsye, pasi ai shprehet i sigurt se të dhënat tona nuk do të keq përdoren. Mbi çfarë ligjore janë instaluar këto pajisje? Është bazuar në VKM numër 151 datë 25 mars 2020. E para që duhet sqaruar është se VKM-ja është datës 6 dhe jo 25 mars, dhe e dyta, në atë VKM urdhërohen institucionet përkatëse të marrin masa për bllokimin e aksesit në TikTok,
pa u përcaktuar se çfarë mase eksakte duhet marrë, siç është në rastin konkret instalimi i DPI. Ju keni thënë që është vetëm për një vit për TikTokun, por nëse pas një viti TikTokun nuk vendos filtra? Do vendosim filtra se jemi në diskutime të vazhdueshme. Jeni sigurt që TikToku do Dhe në pritje të deklaratës zyrtare për këtë tematikë kërkuam informacion edhe nga kryetari i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare Gentian Sala. Si jeni? A keni bashkëpunuar me Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike? Po. Keni dhënë ndonjë udhëzim ju, ndonjë urdhër që ISP-t t'i vendosin këto pajisje? Jo, i vendos akses. Sot AKSK, që me sa duket alternativën e instalimit të DPI-ve e ka parë si të vetmen ose si më të mirën e mundshme. Cili ka qenë roli juaj? Roli i institucionit. Janë subjekte që mbikëqyrën nga ne jemi tip ndërmjetës. Dhe kush mban përgjegjësi nëse kish përdoren të dhënat e gjeneruara nga DPI-t? Shteti. Ndryshe nga zoti Tafa, i cili na dha siguri se të dhënat nuk do të keq përdoren, kryetari i AKEP-it i ka idete qarta për përgjegjësi në rast se ndodh diçka e tillë. Po kush i ka bler këto pajisje? Kush ka financuar? Meqense kryetari Sala nxitoi të ngjiten në zyrë duke na e mbyllur derën pa na dhënë përgjigje për mënyrën e financimit të këtyre pajisjeve, i dërguam edhe AKEP-it një kërkesë për informacion më të detajuar, si për mënyrën e financimit, edhe rreth institucioneve që do të kenë akses në monitorimin apo gjenerimin e dhënave nga DPI. Dhe përgjigja ishte vetëm për rolin e institucionit në këtë proces, duke pranuar bashkëpunimin me AKSK-n për miratimin e urdhrit për vendosjen e pajisjeve DPI, ndryshe nga sa deklaroi kryetari Sala. Keni dhënë ndonjë udhëzim ju, ndonjë urdhër që ISP-t t'i vendosin këto pajisje? Jo, i vendos akses. Sa i takon pyetjeve të tjera të drejtuara, AKEP-i lë topin kibernetikës, e cila ju përgjigj kërkesës son për informacion me një deklaratë zyrtare shablon. Sa i takon financimit të këtyre pajisjeve, AKSK informon se ato janë ofruar në hua përdorim pa kosto për një periudhë 12 mujore nga Autoriteti i Sigurisë Kibernetike të Izraelit. Në paragrafin përshkrues të DPI, ku thuhet se pajisja analizon në mënyrë të detajuar paketën e trafikut të internetit dhe në varësi të kushteve të vendosura paraprakisht, e lejon ose e bllokon atë. Është e rëndësishme të thuhet se ky monitorim, kjo analizë detajuar e paketave IP përbën ndërhyrje të drejtë për drejtë në privatësinë e komunikimeve elektronike, të garantuara nga neni 35 i kushtetutës. Kundërshti vërehen edhe sa i takon aspekteve teknike. AKSK sqaron se DPI analizon vetëm kokën e paketës së protokollit IP, por duhet të bëjmë dije se pajisja Allot Service Gateway 9700 është një pajisje Layer 7 dhe ka mundësinë teknike të analizojë trafikun në nivel aplikacioni, duke i tejkaluar analizën vetëm të kokës IP. Diçka e tillë përshkruhet qartë në dokumentacionin teknik të prodhuesit Allot. Si përfundim, dokumenti i AKSK-s përmban pretendime që paraqiten si garanci, por realisht fshe probleme serioze ligjore dhe teknike, të cilat krijojnë rrezik për cënimin e privatësisë dhe sigurisë së komunikimeve të qytetarëve dhe bizneseve. Kemi mungesë informacionit si po përpunohen të dhënat e këtyre. Si do operohet në këto pajisje? Kush i monitoron përdorimin e tyre? Kush janë monitoruesit e monitoruesve? Një shkelje virtuale është pjesa e përpunimit të dhënave personale. Shqetësim që ndahet edhe nga Riger Zboduri, drejtori i Drejtorisë dhe Sigurisë së Mbrojtjes së Dhënave Personale pranë zyrës së komisionerit. Çdo përpunim i dhënave personale duhet bëhet duke plotësuar kriteret ligjore. Nëse ka pajisje që instalohen dhe që do të përpunojnë dhëna personale, patjetër që ato do të jenë konform me ligjit për mbrojtjen e dhënave personale, si dhe duhet merren masat organizative, teknike, të mirë detajuara për të kontrolluar në mënyrë sa më të sigurt. Gjatë intervistës së zhvilluar me zotin Boduri kuptuam se institucioni komisionerit ishte lënë pak në pozicion jashtëloje nga qeveria shqiptare. A keni bashkëpunim me institucionet si Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe AKEP-i? Aktualisht, për shkak të shqetësimeve publike, jemi duke bërë një fazë të konsultimit paraprak me institucionet që ju sapo cituar. Mos ndoshta konsultimi duhej bërë përpara instalimit të pajisjeve? Zyra e komisionerit është duke monitoruar të gjithë proces, por ne nuk kemi detyrë, le të themi, që të urdhërojmë, bllokojmë pajisje. Nëse do të ketë konstatime që kjo teknologji do të sjellë përpunime palishme, patjetër janë gjithë mekanizmat ligjor për të marrë masat e duhura. Sa i takon rrezikut për keqpërdorim të dhënash personale, Boduri u treguai qartë se nëse ndodh, përgjegjësia bie mbi kontrolluesit. Në këtë rast mbi kompanitë celulare ku janë instaluar pajisjet DPI. Vodafone dhe One.
të cilët pavarësisht shkresave që i dërguan vlerësuan që të mos na kthejnë përgjigje mbi procesin e instalimit të pajisjeve DPI në rrjetet e brendshme të tyre. Përdorimi i çdo mjeti që ka apo grumullon, përpunon dëna personale duhet jetë konform ligjit, si dhe duhet të jenë të mirëmbrojtura. Keni siguri që ligji ka përcaktuar qartë dhe çdo kontrollues duhet të respektojë. Nganjëherë, shkeljen ose jo të ligjit në dëm të qytetarëve e ndan një fije tepër e hollë. Për ekspertin italian Paolo Del Checo, bashkëpunëtor në vite me emisionin Lejene, kjo është një histori e gotës gjysmë plot dhe gjysmë bosh. Sono dispositivi che non vanno a guardare il contenuto delle comunicazioni e quindi è un po' come in una lettera andare a guardare il mittente e il destinatario e magari sbirciare anche la parte iniziale della lettera dove c'è scritto caro Francesco, e si arriva fino a lì, poi non si riesce a vedere quello che c'è sotto. Përtej kësaj, sipas ekspertit italian, nëpërmjet DPI mund të kontrollohen preferencat të caktuara të përdoruesve, përfshirë edhe ato politike. Quando si naviga su un sito internet con la Deep Packet Inspection in teoria si può capire quale sito è visitato in quel momento, perché c'è una parte del pacchetto che si chiama SSL che contiene il nome del sito che stiamo visitando. Quindi se io visito uno specifico sito con il mio browser, la Deep Packet Inspection potrebbe permettere ai provider di sapere che sito sto visitando. Quindi se io visito un sito di un particolare partito politico, effettivamente con la DPI quell'informazione la si può ottenere. Ky lloj kontrolli i qasjeve politike në një vend si Shqipëria, ku për shumë familje gjithçka është e lidhur me një vend pune në shtet, mund të jetë intimidues dhe pse jo, edhe përcaktues në momente kyçe, siç janë zgjedhjet në vend. Prandaj, a kemi të drejtë të dyshojmë se mbyllja e TikTok ishte preteksti dhe instalimi i DPI-ve ishte qëllimi? Për më tepër, kur bllokimi i TikTok erdhi nga një vendim personal i kryeministrit Rama, pas një transparencë, duke mos marrë mendimin e palëve të treta të përfshira, siç janë ekspertët e jashtëm, komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, apo dhe vetë klientët e kompanive celulare. Pra ne, qytetarët, por pas këtij vendimi absurd, ka edhe të tjera paqartësi lidhur me procesin e pas instalimit të këtyre pajisjeve dhe përpunimin e të dhënave. Kush do t'i kontrollojë dhe për çfarë qëllimi do të përdoren? Pasi nëse qeveria apo shpërndarësit e internetit nuk janë transparentë, dhënat mund të përdoren qartazi për qëllime politike. Aq më tepër kur kemi shembuj nga vende autokrate në mbar botën, siç është rasti i Kinës, e cila me anë të DPI arrin të bllokojë në kohë reale fjalë si Tiananmen, sheshi ku u mbajtën nga 15 prilli deri në 4 qershor 1989 demonstrata e studentëve, të cilat morën emrin Lëvizja për Demokraci. Fjalë të tjera të ndaluara janë Dalai Lama, lideri tibetian azil, apo dhe një fjalë aq normale si demokraci. Por Kina nuk është rasti i vetëm. Që prej vitit 2019, kompania Rostelecom në Rusi ka vendosur pajisje DPI në rrjetet kryesore të shpërndarësve të internetit për bllokim të menjëhershëm të faqeve si Meduza, Radio Free Europe apo Navalny.com. Po ashtu ka si qëllim edhe gjetjen e çaktivizimin e përdoruesve të VPN-ve. Pra kuptohet, për regjimet autokratike DPI nuk është thjesht një mjet teknologjik. Mos ndoshta edhe lideri ynë ka zbatuar planin me 3 pika të autokratëve më të zëshëm të botës, gjej një krizë, shpik një armik dhe shto kontrollin mbi popullsinë. Dhe lind pyetja, a ishte instalimi i DPI-s mënyra e vetme dhe më e mirë për të bërë të mundur bllokimin e aksesit në një aplikazione online? Credo sia il migliore, ma ce ne sono anche altri. Si potrebbe fare anche blocco DNS, per esempio, blocco indirizzi IP, che però è molto rischioso perché rischia di bloccare troppi siti, e quindi credo che abbiano scelto la DPI perché è quella meno rischiosa, nel senso che se blocca solo TikTok, mentre le altre soluzioni potrebbero o bloccare siti che non c'entrano niente, oppure non riuscire a bloccare. Një nga mënyrat më të diskutuara për t'ia hedhur kontrollit të shtetit ndaj përdorimit të TikTok është përdorimi i VPN-ve, por kryeministri doli sërish si atëherë në kohë Covidi, duke tmerruar popullatën me kompetencën e ekspertit të fushës. Mënyra për t'ju shmangur bllokimit, duke përdorur të ashtu quajturat VPN falas, është shumë e rrezikshme, pasi dihet botërisht se përmes VPN-ve falas, hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Mirë po, a mundet vërtet të na viden të dhënat nëse i përdorim? Quelle gratuite a volte, più che rubare i dati, tracciano le attività che vengono fatte per poi venderle per fini di mercato. Per esempio si segnano i siti che visitate e poi li utilizzano
utilizzano per fare delle statistiche o marketing. Quelle a pagamento in genere sono sicure, quindi non è che usando una VPN rischiamo che qualcuno veda il contenuto dei nostri dati. Questo non è un rischio che si corre. Është përmendur që kriptimi apo le të themi teknologjia e përdorur për të siguruar komunikimin me certifikata është diçka që është e vështirë për tu thyer. Dhe kjo është mos e vërtet. Por ne po flasim për një element tjetër shtesë, sigurimin e këtyre certifikatave në mënyrë alternative. Nëse në institucionin X shtetëror sigurohen apo gjenerohen disa certifikata, supozoj për APP-n, ku njerëzit shkojnë dhe aplikojnë për tendera. Nëse certifikatat e APP-s do vendosen në DPI, i gjithë informacioni që ata do të ngarkojnë në APP për tenderin X apo tenderin Y është totalisht i dekriptueshëm. Pra, përmbajtjet e komunikimeve tona mund të shihen? Përmbajtjet mund të shihen në rast se unë posedoj certifikatën e institucionit që nisë komunikimin. Absolutisht nuk është pamundur. Teknologjikisht nuk është pamundur. Të dekriptosh certifikatën kërkon goxha kapacitet përpunues. Por ta marrësh me një flash drive dhe ta çosh tek DPI-ja, kjo është mos e mundur. Është detyrë e organeve kompetente të bëjnë të ditur, të informojnë publikun për rregullat vendimit, duke minimizuar riskun që kanë folur specialistët.